Mirë dita se unë ndërprej linja, unë ndërprej interneti, jemi në datën pra 3 qershor 2026 në orët e paradites, në bazdites, më falni. Desha të bëj këtë direkt Facebook në lidhje me ngjarjet, natyrisht ngjarjet e fundit që janë në ngritje në veçanërisht në Tiranë, Shqipëri. Pra çfarë po ndodh dhe çfarë do të prodhojë kjo që po bëhet në Tiranë. Natyrisht, deri në këto momente, kjo ngritje e njerëzve ka vlera shumë pozitive, sepse mjafton të shohësh faktin që kundër saj janë të gjithë politikanët, pothuajse pa përjashtim, bëjnë sikur janë me këta, kjo pjesa e këtyre partive të reja, Shehaj, Arlind Qori, të cilët duan të përfitojnë nga këto njerëz, apo Lapaj, janë kundër këto gazetarë VIP si Blendi Fevziu, Grida Duma e të tjerë, janë administratat, domethënë këtu në një farë mënyre, në këto momente kemi një ndarje të njerëzve të pushtetit me njerëzit që janë shtypur dhe vazhdojnë të shtypen prej pushtetit. E cile ky grupi të shtypurve në këto momente pak i nxitur dhe pak edhe shumë në mënyrë spontane, por natyrisht edhe i inkurajuar, por për mendimin tim nuk dua të përqendrohem te fakti se kush është mbrapa këtyre gjërave të tjera për organizimin e njerëzve. Unë them që njerëzit po dalin dhe duhen mbështetur. Por duhet patur parasysh gjë, sot është dita e tretë. Si rregull kur dilet në një manifestacion spontan, në një grumbullim spontan, ditën e parë, të dytë pas e tretën fillon një maksimum dhe ekziston një rrezik pastaj që ky grumbullim njerëzish të marrë drejtime të cilat mund të jenë të padëshiruara. Domethënë, kjo është vështirësia e kësaj që po ndodh në Shqipëri. Domethënë, do dalin njerëzit, shtrojnë problemin, kanë dalë përtej zvërnecit natyrisht për gjendjen përgjithësi të vështirë, për faktin që nuk jetohet më, shqiptarët po ikin, vështirësia e të mbijetuarit e mbijetesës, qirat e larta, kosto e jetës shumë e lartë, një degradim moral, gjithë problemet që kemi sot po shtrohen në mënyrë të lirë. Ajo që duket pak e sigurt është kjo gjë do të prodhoj pa diskutim rrëzimin e Edi Ramës, ose largimin apo dorëheqjen e Edi Ramës. Kjo është, më duket se, pothuajse është gjëja më e sigurt e këtij grumbullimi. Dhe kjo duket edhe vetë nga Edi Rama mënyra si flet, ku shpreh një farë dëshpërimi, ku ju përgjigjet njerëzve o me ironira të pa nevojshme, ose me hipoteza, sikur këtu janë agjenturat greke, janë të huajt, këta të huajt fqinj me fjalë grekt apo sërbët, dhe po vinë autobusat nga Greqia, domethënë janë ata gazetat greke. Është normale, gazetat greke e bëjnë të dukshëm këtë që po ndodh në Shqipëri, dhe kjo është një gjë pozitive që shqiptarët duhet ta shfrytëzojnë favorin e tyre. Pra ata po japin një informacion për atë që ndodhi, bëjnë interpretimin në interesin e tyre, nuk diskutohet. Pra, gjendja është e tillë që Edi Rama nuk ka më me fjalë hapësira dhe do largohet. Është i detyruar, sa më shumë të qëndrojë më keq do jetë për atë. Problemi është gjithmonë ajo pyetja e famshme që bëjmë po pastaj. Ky është vështirësia më e madhe që kemi neve. Se themi dakord të rrëzojmë Edi Ramën, po pastaj, por më mbrapa, çdo ndodhi, çfarë prodhon kjo grumbullimi i njerëzve, do prodhojë gjë më të mirë apo do dalë një gjë më e keqe? Sepse po të kthehemi në mbrapa, nëse ju na kujtohet, para se të vinte Edi Rama në qeverinë 2013, ndjenja, sentimenti kundër Sali Berishës, nofta ka qenë dhe më i lartë se sa është sot. Domethënë, gjithandej njerëzit e shihnin Sali Berishën si të keqen më të madhe, thoshin duhet të largohet ky, thoshin. Po të hiqet ky, zgjidhen gjërat, e problemi është që u largua Sali Berisha, por nuk u zgjidh situata. Pra,
largimi i një personi apo i kryeministri, nëse gjërat nuk ndryshohen, nuk ka ndonjë vlerë aq të madhe përkundrazi. Përkundrazi është një lloj valvole shkarkimi që gjërat më mbrapa të rrezikohet të bëhen edhe më keq. Pra ky është rreziku i kësaj, që njerëzit, që masa e njerëzve duhet të ngrihet në një nivel i çik më të lartë, si thuaç, për te ati nivelit, për te asaj anëse emocionale, të ketë një përgjegjësi dhe të bëj presionin, nuk diskutohet, përmjet protestave, që këto protestat shkojnë të marrë një drejtim. Sepse nëse s'marrin një drejtim, atë për çfarë po bëhen? Do bëhen thjesht që të anullohet një ligj i paketës maleve dhe ky ligj i investitorëve. Por dhe nëse anullohet kjo, domethënë këtu nuk është çështja e anullimit të një ligji, këtu është çështja e një sistemi të tërë kriminal, i ndërtuar mbas 1990, i cili duhet të rrëzohet gati totalisht. Domethënë, ky lloj sistemi nuk reformohet më. Domethënë, nëse flet për reformime, unë i shoh të pamundur. Ky sistem duhet të shkatërrohet në të vërtetë. Por si bëhet shkatërrimi, si do ta realizosh këtë konkretisht? Ta njerëz janë në shesh. Kush mungon e para? Para mungon truri i sheshit. Domethënë, ne nuk jemi me partit, nuk jemi me shoqatat, nuk jemi populli, nuk jemi me asnjë. Dhe është e vërtet kjo që ata që protestojnë aty, duket që nga mënyra se si protestojnë, nga fjalimet që bëjnë, që janë njerëz që spontan, njerëz që vërtet ngrejnë shqetësimin që kanë të gjithë, dhe ngrejnë në mënyrën atyre spontane. Por problemi është që a mundet ti me fjalë të arrish pastaj një rezultat në fund në këtë mënyrë dhe se si e realizon. Domethënë, një kokë drejtuese është e domosdoshme. Sido që ne themi ta vendosi populli, këto i kam thënë dhe unë, këtu në për këto gjëra që kemi bërë në Romë. I kanë thënë dhe njerëz shumë sa të duash në përmbledhje, asemblesh që bënim këtu, ta vendosin vetë emigrantët, ta vendosin vetë populli. Nuk e vendos dot vetë populli. Populli atë që mund të bëjë është kjo që po bën, që të grumbullohet dhe të bëj presion që gjërat të shkojnë atij ku i do ai. Por domethënë, një kokë duhet të truri i protestës. Jo thjesht të sloganet kundër Edi Ramës, se kujt nuk duhet një truj i manifestimit që të bëj një program se ç'do bëhet. Domethënë, gjithë këto njerëz që janë grumbulluar, kjo duhet të kanalizohet në diçka, jo thjesht në krijimin, po themi, të një partie, kujt diun. Mund mos krijohet as partie, s'ka pse të krijohet. Madje unë them, nëse kjo protestë shkon në krijim partish, për mendimin tim nuk do ecim përpara, mund të shkojmë dhe më mbrapa. Sepse do fillojmë pasaj një lloj si me 90-ën, lufta aty për të marrë ato postet, për të bërë parlamentar, etj. Unë them që nuk ndryshon asgjë nëse kjo lëvizje në fund fare nxjerr një prodhim politik që të konkurojë në zgjedhjet elektorale. Mu më duket shumë e gabuar kjo. Sepse kjo do ishte mirë nëse njerëzit do kishin një kulturë, si thosh, në këtë pluralizmin, do kishin eksperiencë, ne për shkak të pluralizmit u shkatruam deri këtu. Për shkak të demokracisë. Nuk na ka shkatruar diktatura në mbas 90-s, na ka shkatruar demokracia. Që ti do ta rregullosh demokracinë me demokracinë, më duket e vështirë kjo. Në të vërtetë sheshi duhet të bëj presione nga brenda, jo që të zgjedhë njerëz. Sheshi aty duhet të emërojë njerëz, jo që t'i zgjedhë. Sheshi do të thotë ne duam që ministrat të jenë të tillë, parlamentarët të jenë të tillë. Domethënë të vënë disa rregulla dhe rregullat përgjithshme, ku me i fjalë një kokë e protestës, truri protestës, përcakton një drejtim dhe ideologjik, sepse në fundit, pa një busull, pa një orientim, ti nuk mund të bësh gjë në mënyrë kaotike, ne jemi të ndershëm dhe ata janë të pandershëm. Kështu nuk zgjidh asgjë. Domethënë, kush janë? Me çfarë është dakord kjo mas njerëzish? Është kjo mas njerëzish sepse problemi kush është? Problemi është që këto magnatët financiarë, këto miliarderët, ne po na marrin gjakun. Kjo është kryesorja, që të kuptojnë njerëzit. Dhe duhet frenuar kjo. Pra,
Ktu është problemi, pranon apo si pranon investimet e huaja dhe në çmasi pranon. Domethënë duhet disiplinohet kjo marrëdhënie me të huajt në kuptimin e gjithë marrëdhënieve ekonomike, tregtare, fiskale, ku diun politike, to asociative, të propagandës, aktivizmit, të gjojandimave, shoqatave të huaja, fondacione, nga këtu duhet niset. Kush duhet jetë raporti me ambasadat e huaja, me Perëndimin, me Lindjen, me Rusinë, me fqinjët, me Greqinë, me Serbinë. Nëse s'përcaktohet kjo si kryesore, sepse kjo që ndodh në Shqipëri nuk është jashtë kësaj që po ndodh në botë sot. Po ta vini re, kjo që ndodh në Shqipëri është shprehja asaj që ndodh në Izrael, midis Izraelit dhe Palestinës, Izraelit, Amerikës dhe Iranit. Ajo që ndodh në Ukrainë, pra sepse po jetojmë në periudhën e nuk është konspirative, në periudhën e shkatërimit të Amerikës. Domethënë, duam apo s'duam, këto vite tani kemi hyrë në fazën që Amerika do humbasi kontrollin që ka patur e xhandarit ndërkombëtar. Pra jetojmë në këtë kontekst historik të botës. Ne duhet marrim një pozicion. Që pozicioni thot patriotik e tjera, por nuk është pozicioni i Marin Memës. Domethënë këtu janë dhe personat, natyrisht duhen larguar, nuk duhen mbajtur. Domethënë kushti është që çfarë drejtimi, çfarë orientimi do ketë Shqipëria. Jo në kuptimin e do jetë me Rusinë apo do jetë me Perëndimin, jo në këtë kuptim fare. Por orientimin, kuptimin çfarë raporti do kenë njerëzit me të huajt, me kuptimin e investimeve, të hapjes Shqipërisë, të turizmit e tjera, do jetë më shumë e mbyllur apo më shumë e hapur, do fitoj si sovranitetin e saj politik, ekonomik që ne t'i bëjmë vetë gjërat, gjykatët t'i bëjmë vetë, çdo gjë ta bëjmë vetë, ta largojmë NATO-n, po themi nuk të kemi nevojë për NATO-n. Domethënë janë gjithë kjo sa do jetë roli jonë përcaktues për jetën tonë apo të djalojmë të huajve, siç u kemi lënë tani. Unë jam me faktin që në Shqipëri shpinë duhet ta qeverisin vetë njerëzit që e kanë. Duhet të qeverisin shqiptarë, nuk duhet të qeverisin Toni Bleri, Massimo D'Alema, siç kanë bërë deri tani, e NATO-ja, e kriminalët e tjerë të Perëndimit, e mafia e Perëndimit, e cila na ka sjell njerëz sa Berisha, pastaj na ka sjell Edi Rama. Domethënë këtu është me problemi me të huajt, si do ta vendosish këtë raport. Sepse unë jam për sovranitetin, jo për izolimin, por për sovranitetin, kuptimin që ti e ke si, domethënë kryesorja është mbrojtja e interesave të Shqipërisë, të vendit aty. Dhe nga do ta fillojmë? Nga paraja. Tu aty s'flitet fare kjo është kryesorja. Se ajo shpreha që kush kanë kontroll paran, nuk i intereson fare se cila qeveri udhëheq, se kush qeveris, ajo është e vërteta. Nëse s'merr në kontroll paran, është kot që i bën këto grumbullimet. Pra këtu duhet koka drejtuese e cila thot paraja është kontrolli kryesor. Kontrolli pra kryesor është Banka e Shqipërisë. Është kontrolli valutar. I shkëmbimit, kontrolli monetar, se si do vinë valuta nga jashtë dhe si do sillemi ne nga brenda. Domethënë si do realizohet ky ekuilibër, do jetë ky ekuilibër i lirë siç e duam këto liberistët, apo do krijojmë, do ta bëjmë këtë shkëmbim në favor të interesave të nacionale, zhvillimit të ekonomisë vendit, e kujdune që të thithin valutën, të mos lëmë na ikin njerëzit nga Shqipëria, të mos lejojmë këta që vinë në Shqipëri, edhe që vinë për të na varfëruar, për të na shkatruar dhe me pretekstin se po na ndihmojnë. Pa kjo është kryesorja, që nga paraja. Dhe pastaj, po që të kontrollosh këtë, duhet të kufizosh, është gjithmonë politika, sepse mbrapa këtyre institucioneve, qoftë bankare, qoftë fiskale, politika monetare apo politika fiskale, janë gjithmonë këta. Fondacionet huaja, Soros, Banka Botërore, Fondi FMN-ja, gjithë institucionet që ne i quajmë ndërkombëtar, që themi që ata na kanë ardhur për të na ndihmuar. Jo. Ne këta duhet i zvendësojmë me shqiptar, jo në kuptimin që të kenë pasaportë shqiptare. Mund të kenë dhe pasaporta italiane, s'ka rëndësi. Me shqiptar që mbrojnë Shqipërinë.
që bëjnë interesin e Shqipërisë, direkt. Pra që kërkojnë të sovranitet. Për të arritur këtë, duam apo s'duam, duhet largohen gjithë kjo që quhet klasa e vitër politike, por jo vetëm politikanët. Por gjitha pjesa e politikës ku është në gjithë shoqërinë. Jo vetëm parlamentarët edhe njerëzit e qeverisë, por dhe të gjithë njerëzit e drejtorive, të gjithë njerëzit e dikastereve, të gjithë gjykatave, prokurorive, ku duhet të bësh një përmbysje në vërtet. Atë si do e bësh? Ta njerëz e kanë dorë vërtet, ta që protestojnë. Ta që protestojnë, është ata që duhet të kërkojnë këtë, nuk duhet të kërkojnë ata zgjedhjet lira e kujtun në ndershme. Ata duhet kërkojnë gjëra që duhet të realizuar dhe nuk ka rëndësi si i realizon. I realizon se u realizon me zgjedhje apo i realizon me emërime. Ata duhet marrin rezultatin. Pra që të ndërpritet kjo që po ndodh. Kjo thash kërkon një plak, nuk kërkon moshë të reke. Domethënë rinia duhet jetë në shesh, të bëj presion, se është forca e saj e madhe, por koka drejtuese do jetë një plak, nuk mund të jetë një njeri. Keni parasysh që ndër shkaqet kryesore të rënies së Bashkimit Sovjetik dhe të shkatërimit, pra që nuk u bë kalimi gradual, por u shkatërrua dhe u thonë shok. Një ndër arsyet e asaj ka qenë pikërisht mosha e re e Gorbaçovit. Mosha e re e Mikhail Gorbaçovit. Mosha e re e cila ishte 53 vjeç. Pra shumë fjalë janë tepër. Këto njerëz që janë aty protagonist, po i quajnë protagonist që merren me këtë organizimin e vogël që ka lënë mikrofonin tjetër, du ta mendojnë këtë gjë. Sepse ndryshe pasaj, jo vetëm që s'do ketë asnjë rezultat, po do silli më shumë mosbesim tek njerëzit. Pra këtu duhet me kurajë, njerëzit aty duhet të njohin 2-3 veta të rinj, 2-3 personazhe, të cilët nuk janë as Partisë Demokratike, as Partisë Socialiste, nuk janë as të Fondacionit Soros, nuk janë as të NATO-s, nuk janë as të ambasadave, domethënë që nuk kanë lidhje me sistemin aktual. Nuk janë as gazetar të Top Channelit, as të Newsit 24, as të kujt, por të cilët kanë një eksperiencë alternative, qoftë edhe eksperiencat vogla, që kanë një lloj eksperience që të dinë dhe të flasin me njerëzit natyrisht, t'i bëjnë për vetë edhe njerëzit, të krijojnë një karizëm të njerëzit, sepse një personazh karizmatik do ta krijosh se s'bën, jo për të manipuluar njerëzit, po për të pasqyruar këtë që kërkojnë njerëzit. Këtë ju them atyre në Tiranë, qoftë ata nuk e bëjnë këtë hap, që të vendosin kritere. Qoftë një person, një shqiptar, ka qenë i paguar prej fondacioneve të ndryshme të huaja, ka marrë qoftë edhe i lek, ai nuk duhet të marrë pjesë aty. Qoftë edhe sepse ajo para ka qenë e ëmbël në atë moment që ke marrë. I ke shërbyer asaj të keqe. Ti je i parashur se ka të tjerë sa dush. Njerëz që kanë eksperjenca të vogla e të mëdha, të paraqiten para njerëzve dhe të flasin me turmën, me popullin, po të vendoset edhe një mikrofon i mirë, të bëhet si dikur në Greqinë e lashtë, që pranoheshin dhe sofistët, dhe ai që ishte më i afti për të krijuar komunikimin me njerëzit, ai pastaj merrte drejtimin e njerëzve. Më i kompletuari në këtë rast për mua do ishte një shqiptar i cili ka moshë të madhe. Ju do thoni që kam fjalën edhe për veten time, është normal, nuk e presoj veten time, përkundrazi. Do e quaj sikur vërtet kishte njerëz nga turma aty të kërkonin, do isha shumë i kënaqur. Edhe që të flisnin me njerëzit aty, të shprehnin atë që ata duan të bëjnë, atë ndryshim që duan të bëjnë para gjithë këtyre njerëzve, ata dëgjonin, dhe të merrnin dhe këtu në një farë mënyrë ta vendosnin njerëzit aty. Domethënë duke bërë debate të vazhdueshme me orë të tëra që njerëzit kuptojnë cili është më i përshtatshëm në këto momente. Duke vënë pra kushtet, kushti kush është? Ti nuk duhet të kesh bërë pjesë në një asociacion, një shoqat, ti je aktivist apo në një parti. Ky është i vetmi kusht, e cila ka
e ka patur aktivitetin e saj me financimet të huaja. Vetëm kaq. Qofse financimet ka qenë shqiptare, ndërmarrje shqiptare, ka bërë dhe ajo një shoqat saj. Le të vi të fot. Por keni pasur gjithë aktivistët shqiptarë këta që din flasin bukur etj etj, këta janë gjithë trajnuar prej ambasadave të huaja. Domethënë këto duhet të përshtuar. Lapaj, Qorri, e kujtun, ta nuk duhet të afrohen, shejaj. S'kam punë, në fjalë. Kjo pjesë e cila ka qenë mercenar të huajve, sepse problemi për na lind nga të huajt. I huaj mund të jetë amerikan, mund të jetë grek, mund të jetë serb, mund të jetë turk, nuk ka rëndësi. Ke punuar për një fondacion, për një shoqat huaj. S'ke punë këtu në të. Sepse këtu po ngrihen njerëzit që nuk kanë lidhje me këtë gjë. Shqiptarët. Madje janë kundër kësaj. Edhe kjo do të bënte shumë serioze, do rriste pas edhe interesimin e njerëzit, edhe do të merrte një drejtim për të krijuar një qeveri provizore e cila jo të votoj, ta merrte besimin nga parlamenti, të detyroj parlamenti të japi besimin, jo ta bëj parlamenti se duan ata. Por do më thënë një qeveri që pjaca, sheshi, thot, jo, ministrat tanë, qeveria jo është kjo, 1, 2, 3, 4, dhe ju aty do t'i votoni. Do i jepni besimin këtyre njerëzve, që këta t'jenë një farë mënyrë jo të zgjedhur, por t'jenë të emëruar nga sheshi, t'jenë emëruar nga ky popull që kërkon ndryshim. Një qeveri provizore e kësaj lloji, që t'jetë e përbërë nga personazhe të cilët duhet ju bëhet biografia. Kanë eksperienca, janë të ditur, ka të ditur sa duash, dhe të tregojnë, të maten aty direkt në shesh me njerëzit. Kjo është video që do të bëja, jo përsëris ftesën për ditën e shtunë para ambasadës shqiptare në orën 5 masdite, është gjithmonë e konfirmuar. Në momentin që të bëj zyrtarizimin në Questur, do ta bëj publike në faqen Facebook që të duket, që të kuptoni që është vendosur përfundimisht, por domethënë, është për ditën e shtunë në orën 5 masdite. Këtë mendoj unë, nëse ata nuk mendojnë seriozisht, domethënë duhet të vendosin kritere, se Shqipëria është në rrezik në fundit. Ktu është luftë për ekzistencë. Ata duhet ta marrin seriozisht këtë gjë. Aty është meritokracia, siç thonë ndonjëherë këta, por meritokracia jo për të mashtruar njerëzit, meritokracia për të marrë njerëz në radhë parë që s'kan bërë fotografi me ambasadorët amerikanë, nuk janë marrë që të lpihen mbrapa të huajve. Këta duhen përjashtuar, nuk duhet vinë Grida Dume, Blendi Fevziu e Marin Memat aty. Këta duhet i fshish komplet dhe të gjesh pjesë tjetër është të qartë intelektuale që ka një eksperiencë dhe minimale, se po s'pate eksperiencë minimale nuk si do e drejtojë shtetin. Të cilët pastaj bëjnë një program të thellë ndryshimi. Kështu e mendoj unë. Dhe sheshi s'duhet sheshi në moment që ky komitet, pa ky komitet, prej 2-3 vetësh, i cili të matet në shesh aty përpara. Aty të vlerësohet. Unë jam disponibil për veten time, nëse organizatorët e shohin të arsyeshme, dhe nëse njerëzit përjashtojnë me njëherë nuk ka problem, por që të flasim me njerëzit dhe atë eksperiencën që kemi ta japim aty direkt ndihmën. Sepse që të vesh në Tiranë si spektator i thjesht për të shtuar numrin e protestuesve nuk më duket se ka një vlerë kaq të madhe që të vish nga Roma. Nëse vin nga Roma në Tiranë do vish me një projekt çik më të lartë se sa të marrësh pjesë në një manifestim. Kështu që unë ja u bëj thirrjen sinqerisht këtyre këtu, që këta që duhet të bëjnë këtë gjë, koka drejtuese, e para duhet të jetë njëri plak, jo i ri, ju solla shembullin e Gorbaçovit, 53 vjeç që konsideroj i ri, i cili të ketë një aperturë mentale, një eksperiencë dhe konkrete, jo individuale që ka shkruar në punë mbjesë dhe thotë jam familjar i mirë, për te familjes tij, ka një aktivitet politik natyrisht, dhe që ky aktivitet politik nuk ka qenë i financuar nga njerëz që kanë për qëllim kolonizimin e Shqipërisë. Pra kjo është e rëndësishme. Nëse ky njeri ka bërë pjesë një shoqat multinacionale, e cila bën flet aty për liritë e drejtat e njeriut edhe me qëllim që të marrë këtë Sazani,
të Gjoja luftuan për drejtat e grave, Gjoja luftuan për drejtat e fëmijëve, sot duan përjashtuar. E mbyll videon këtu, dëgjojmë do bëj videon e darkës. Kalofshimi, ditë të mbarë gjithëve.